Po mundohemi hoq kur mos të lëndojmë njeri, të tjerët na lëndojmë. U larguam me të gjithë si me ja ba. Në këto sprova sot njerëzimi është në përgjithësi, jo vetëm ju. Të gjithë kemi raste kur na lëndojnë, ndoshta pa qëllim edhe ne mund ta lëndojmë dikën. Inshallah Allah na bën për atyre që me qëllim nuk e lëndojmë askënd. Në këtë botë nuk ka vetëm njerëz të këqij. Prandaj jam kundër këtij pesimizmi që u larguam me të gjithë. Ulumta, ke me gjithë njerëz vërtet mirë. Pastaj, kur ti nuk e lëndon dikën, bëje për hir të Allahut. Ki me fitu sevap. Ata që të lëndojnë ty, mundohu me u tërheq prej tyne. Mos rri me ta. Gjaj dikën që ja vlen me najt me ta. Jeta me njerëz të mirë, me njerëz pozitiv, me njerëz që të motivojnë, është shumë e mirë. Është shumë e këndshme edhe shumë me kuptim. Prandaj gjeni njerëz të tillë. Ka të tillë. Elhamdulillah. Kjo botë ka khejr edhe ka njerëz të khejrit. Allah na mëson me qenë prej tyre, por edhe me gjetë personat të tillë.